Pamje që një qytetar ka dërguar në redaksinë e Insajderit tregojnë se varri ish aktivistit të vetvendosjes Astrid Dehari është në gjendje jo të rregullt. Nëna e Astridit, Xhemilia, ka thënë për Insajderin se nuk është në dieni për mënyrën se si ka ndodhur kjo dhe sapo të kthehet në Kosovë të merret personalisht me këtë çështje për të siguruar që varri i të birit të rregullohet dhe të ruhet siç duhet. Pas publikimit të këtyre pamjeve, lëvizja vetvendosje ka reaguar duke shprehur keqardhje për dëmtimin e shtyllës dhe pllakës së flamurit kombëtar pranë varrit të Deharit. Në njoftimin e saj, VV ka falendëruar policinë e Kosovës për reagimin e shpejtë dhe ka bërë të ditur se po pret rezultatet e hetimeve që njësitë e specializuara po zhvillojnë për të zbardhur shkaqet e ngjarjes dhe për të identifikuar personat e mundshëm që qëndrojnë pas këtij akti. Lidhur me rastin, Insajderi ka kontaktuar avokatin e familjes Tom Gashi, i cili ka konfirmuar se policia janë duke u marrë me rastin. Unë kom qenë dje, nuk ka kurfar dëmtimi të varrit. Ka dëmtim shtyllës që ka qenë flamuri, do të thosh një shtyllë, e cila ka qenë e mermerit, edhe ka qenë flamuri kombëtar i mermerit. Çajo është thy, edhe janë pyrësi, ose ka thy dikush qëllimisht, ose ka ra për shkak që do natyrës, po diç më thonë. Policia ka shku në vend kur është pa, edhe që ka pas ramjet të pavarësisht që ka ndodhur kjo. Policia ka rastin në hetim, po thon prap janë dy mundësi. Pra për shkak vjetërsi, do mos janë bën 9 vjet, mbarët kur s'ka qenë material. Edhe këto mas një ka shpjeguar zoti Uka që e ka bë këtë, apo eventualisht mos dikush e ka larguar, thjesht mos e ka dëmtuar dikush. Po s'ka dëmtim të varrit. Është vetëm shtylla e flamurit kombëtar. Okej, apo dyshoni te dikush? Jo, për çka kena me dyshunat e dikush, pse të dyshu.